Unë e desha. Nuk e dija se do ndodhi kjo dramë për mua dhe për fëmijët e mi. Ne jemi socialistët, ata ishin demokratë, i urrejnë shumë Vjeri, socialistët. Kur e mori vesh Vjeri, më sollash për mbrapa pastaj. I thoshte djalit që merret çoj atje ku është 2 muaj. 2 muaj kisha unë që u largova nga ai aty. Ai më futi në dhomë tjetër. E di ti punët ndaj një burri, ndaj një grue. Unë kam pranuar, hapa deri në balkonit edhe tash më mirë të vdes këtu se sa ti bie këtij. Në dorë. Jam hedhur, ishte çmendo. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do kem nënën e 5 fëmijëve, Sonela Manaj, e cila pas 19 vite martesë i dha fund duke kërkuar divorcin, pasi bashkëshorti i saj, Njazim Manaj, e ka dhënuar në mënyrë sistematike nënën e 5 fëmijëve. E ka dhënuar përpara fëmijëve, ku fëmijët kanë kaluar trauma të mëdha nga i baba, nga bashkëtesa me baba dhe mbi të gjitha. Kjo nën është abuzuar seksualisht nga partneri i saj. Një histori e trisht që sot do ndajmë këtu në live me Odetën. Nuk dua të jap shumë detaje, por do hap dritaren dhe ftoj Sonela Manaj për ta dëgjuar historinë e trisht të saj. Sonela, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Jemi të dyja së bashku në këtë live, pasi ti je nëna e 5 fëmijëve, një nënë e cila je dhënuar sistematikisht nga partneri jot. E dashur Sonela, çfarë ka ndodhur me jetën tuaj? Jam vërtet një nënë e dënuar, një nënë e kërcënuar. Ndihemi friksuar prapë, se dhe peshorti ka dalë nga burgu e ndihemi friksuar. Një mbështetje nuk kam unë si nënë dhe 5 fëmijët e mi, nuk kanë një mbështetje, nuk kam një strehim. Babai i fëmijëve ka dalë nga burgu, dalë në 23 prill. Banon aktuare në Durrës të nëna e vet, dhe atje ndodhet edhe sot. Si quhet babai i fëmijëve? Njazim Manaj. E dashur Sonela, ju jeni divorcuar me babain e fëmijëve? Po. Sa kohë keni që jeni divorcuar? Kam hapur Odeta, para 2 vite kam hapur një kërkesë divorci për shkak të vonesës që unë shkova vonë për kërkesën e divorcit dhe u anullua sepse shkova vonë, sepse nuk arrita dot në momentin e orarit që ishte kërkesa ime e divorcit. Peshorti nuk u paraqit fare. Dhe nga që nuk kisha mundësi, nuk të ardhur dhe e lash mbas dore këtë prapë. Para 2 muaj ja kam hapur kërkesën e divorcit dhe jam në prag të divorcit. Gjitha letrat të komentat. Je në proces divorci, por s'ka mbaruar. Po, jam në proces. Po. Ndërkohë, 5 fëmijët i mban ti? Po, 5 fëmijët i mbaj unë, po. Qa moshe kanë fëmijët, e dashur Sonela? E madhi është 17, duke ditë është edhe me një sëmurë në epilepsi. Shkuara. Po fëmijët e tjerë çfarë moshe kanë? I dyti është 15, që më janë prerë ëndrat e tia të ardhmes të futbollistit që ai luante. Prekja ime është shumë e madhe për ata. Që nuk i ndjek sportin. Më vjen keq. Nga pjesë ekonomike, që unë nuk kam edhe për me kanë në prerë djali. Të ardhmen e tia atë që ka qef. Rrugën e jetës të tia. I treti është 13. Ka një qef, na kërkoj kur mbyll shkolla, më tha mami, sa vitin që vjen, tha unë kërkoj një kurs parukeri, ty tha se kam qef, dua një kurs të futem paruker, tha. E kuptoj. Binjakët janë 11 vjeç. Kanë ata shefë ëndrat e tyre, po unë nuk kam mundësi që unë t'i ndjek fëmijët. Sepse je e vetme. E dashur Sonela, më lejon do të pyes për jetën tënde, si e njohur ti me babain e 5 fëmijëve me zotin Njazim, para sa vitesh jeni njohur bashk? Unë me Njazimin e njoh në 2007 në fshatin tim, të Zhani Berat, Quet. Ka ardhur, aty ka shit grur, aty jemi njohur. Jo, më ka ardhur, ka parë si femër dhe si rreth njësie i ka pëlqyer njeriu, familja, dhe ka ardhur ka trokit pronari i punës ku ai punonte. Po. Bile ka ngërë dhe darkë në atë ditë, se ishën shumë vonë dhe kanë ndajtë ne për darkë. I kemi pritur, ta më ashtu si duhet. Respekti mamit, familjes time të gjithë. Nga 2 ditë pastaj, unë ka menduar se mos erdi kërkoj lekë e grurit, se të babi jetën se kështë dhënë lekë që kështë shi grur. E qartë.
Te I kërkoj t'i gocën, pa mu kam ardhur për lekët tita, por kam ardhur për vajzën tuaj se kam marrë llafe të mira nga fshati, edhe plusin e pam vetë gocën. Sa vjeç ke qenë ti në atë kohë kur u njohe me bashkëshortin? 23. 23 vjeç e kam. Por ai Unë kam qenë 23, ai ka qenë 27. Sa kohë qëndruat bashkë të fejuar, do si vazhdoi historia e dashurisë tuaj? Brenda muajt ka qenë kjo, pjesa ime me ato, se mami I babi ka shkuar në fshatin e tij ku jetonte, Panarit I Beratit. Jetonte çuni, babi pati ka pyet sipër, jo për vajzën e vet, ka pyetur sikur unë isha mbesa, se punte për mbesën. E gjithë fshati ka thënë se nuk ka folur mirë për ato. Nga ekonomia ishin dobët një çumë që punonte dhe nuk kontribonte në shtëpi, dhe në gjithmonë larguar nga familja, ka ndoj të daja vetë të rinte, punonte, shkonte vetën e veç. Ka ardhur babi poshtë asaj, ka thënë mami, ça doli, çumë apo gocë? Ka thënë që nuk u folë mirë dhe muhabeti nuk do bëhet me vajzën tonë, nuk do e marrë. Por kur momenti që babai shkoi dhe u interesua në fshat për personin në fjalë që u bë babai I fëmijëve të tu, dhe dëgjoi fjalë jo të mira, pse vendose të martoheshe me këtë njeri ku ende se kishe njohur dhe fjalët nuk ishin pozitive për të? Por momentin deta vendose sepse unë e desha, se unë do gjetëm me dashuri. Nuk I dija se do ndodhi kjo tani, kjo tramë dhe kjo për mua dhe për fëmijët e mi, kjo gjë. Prindrit nuk ishin dakord ti vendose vetë të martoheshe me këtë person? Jo. Si vazhdoi jeta jote? Unë vendosa pastaj I morën telefonin dhe I tash të këtu. Babi ka ardhur ta pyetash dhe unë hajde më merr se unë të dua. Edhe I ka ardhur, më ka marrë, kam ikën 1 muaj atje në fshat. Ka ndodhur probleme gjëra, kam vajtur dhe kam gjetur. Sop ka ikën Greqi, prap ka punuar, nuk ka sjell lek. Dhe rrajtë të rregullohet. Sonela, familja e tij si të priti? Nëna, babai? Me thënë familja e tij më ka pritur Ramet Vjeri, që ka 12 vjet që ka vdek. Edhe ka thënë që ku të ranë këmbët, të ranë qindhamat. Pse ta tha këtë gjë? Po, Masaba Vjeri. Edhe kështu, ja, po me njerëzit e tia nuk kanë qenë aq të mirë, aq të afruar Vjera, më ka për shumë ashpër për Vjera. Por unë si kam rënë në cikë, ti muhabetit. Nuk të pritën mirë si nuse? Po. E kishin me ty problemin apo me djalin e tyre? Ndoshta Odeta edhe të frikën e djalit e kishin, dhe diti kush ishte djali që nuk punonte, nuk kontribonte, nuk kishte të ardhurën. Plus edhe e dyra them se mos ishte ka qenë të kjo që ne jemi socialistët, ata ishin demokratë, I urrente shumë Vjeri, socialistët, se është nga Enver. E qartë, por politika nuk hyn tek familja, le të themi, jo, por kur e mori vesh Vjeri, më sollash për mbrapa pastaj. I thoshte djalit që merret çoj atje ku është, unë dua nomin tim. Pse ti ishe me një parti tjetër, Vjeri nuk të donte si nuse? Po, nuk donte. Seriozisht e ke këtë? Po, më që të thënë. Kështu ka ndodhur seriozisht në familje? Po, kështu ka ndodhur. Po. E zhvillime të Odeta, unë e them dhe live tuja, se unë I kam gjëra drejt, po që gjithmonë njeriu I drejt buan më shumë nga të gjithë. Ka thënë, merre këtë meskareshën të çoj atje ku e mori, sepse kjo është socialiste, unë I dua nomin tim. Se mua Enveri më ka internuar. E tmerrshme. E qartë, e kuptoj e dashur Sonela, e kuptoj dhe nivelin e të cilën ka qenë ajo familje. Është absurde të mendosh që pse nusja është simpatizante një partie tjetër dhe Vjeri një partie tjetër të kërkojë ndarja dhe divorci. Është e pa konceptueshme. E dashur Sonela, por në momentin që ai u martua me ty, ju nuk bë dasëm. Jo, nuk bërë mikëm. Ai shkoi në Greqi dhe ty të la tek familja e tij? Po. Ndajta pasaj 1 muaj larg, në atë pasaj ka ikur në Greqi, në moment ku ka ikur në Greqi, unë kam mbetur shtatzane, ai ka ikur në Greqi, ka marrë të familja ime pasaj poshtë në Poliçan, ka vizituar mami, edhe ka thënë që vajza është shtatzane, 2 javëshe,
Unë të jetë e mami, përse vendosa të jetë e mami, se kisha dhe frikë të lartë në vjerë, se ishe shumë shati thellë. Vetëm një shtëpi ishim, vetëm një shtëpi ishte lartë. Por babai i fëmijës Njazimi, si e priti lajmi që do bëheshit prindër? E mori, kur mori telefon, pastaj tregoi mami dhe unë, tha që mami tha që do bëhesh me djalë, do bëhesh baba, apo thiri pak mendjes tani. Ishte në Greqi. Por çfarë ndodhi më pas me jetën tënde? Ai emigrant në Greqi, u kthye. Po, vendosi që eri në shtëpi dhe unë kërkova që nuk të shkoja më sipër atje. Në fshat. Në fshat ku ishte ai ku jetonte. Tu në Berat ku jam, kaprova shtëpi me qëra një ditë, kam qenë muajin e 8 shtatzanis, kam gjetë shtëpi, pastaj kam kërkuar, kam jetuar tu në Berat, tu më kam përkrah familja ime me çdo gjë. Por shtëpinë kam marrë vetëm bosh. Por jetesa jote në një shtëpi me qëra që u vendosën në qytetin e Beratit me burrin, si vazhdoi? Se ti më the ai erdhi nga Greqia, nuk solli para, nuk punonte. Po, me thënë muajin e parë që unë jam futur në banesën e shtëpisë tuja, më kam kontribuar familja ime. Qëras. Pas një muaje ka gjetë punë, ka shkuar në Urba Igorore ka punuar. Të njëjtin prapa ai lekët që ishte rroga nuk i solli të gjitha në shtëpi, ishte prish. I prishte se konsumonte. Jo do zemën, thonte, jo të rregullohem, duke folur familja ime, vëllezërit e mi, komshiet. E dashur Sonela, ai i prishte para se ishte konsumues i alkoolit, loste bixhoz. Po, cigare po, alkooli po. Kur ti po sille në jetë fëmijën tënd të parë dhe kuptove që ishte një baba i papërgjeshëm, i cili nuk interesohesh as për ty, por as për bebin që po vinte në jetë, u bëre pishmën? Shumë, deta jam shumë e lodhur me thëmë atë person, por vjen një momenti kur them që unë nuk dua dua ta di më për atë, është gjallë se ka vdekur dhe po pres padurim që të heq mbi emrin e tij, se kam kaluar shumë keq me atë. Unë Trump, kam parë 2 fëmijë Trump para ti. Sa vite jetuat bashkë, dashur Sonela? 19 vite. 19 vite, kur nisi dhuna? Shumë mirë ka nisur, por gjithmonë kam kthyer as ekses, me jetë premtime do kthej. Eri moment tani që kam thënë stop çdo gjë. Jo, kur erdhi fëmia i parë në jetë nisi dhuna në vitin e parë të martesës? Në vitin e dytë ku ka bërë fëmia 2 vjeç, i madhi. Pra kur fëmia i parë mbushi 2 vjeç, nisi dhe dhuna tek ty. Për çfarë? Linda dhe fëmin tjetër. Se më na që pite alkool, më thonë për pite alkool dhe kërkonte gjithmonë partnerin donte kontakt. Unë ishe pa mbrojtur, pa e ditur, se nuk e dija ç'do më thonë ç'a ishte mbrojtja unë si femër. Po më tregon. Si isha gjithë fshat, kem gjithë qyteti që të di shumë gjëra. Po më tregon që fëmia i dytë ka ardhur pa planifikim. Po. Por për çfarë? Edhe i treti ashtu ka ardhur. Po, mendosa unë që e mbajta fëmijën. Nuk donte të amante fëmijën, por gjithmonë i di që ishte buçi fëmijën. E dashur Sonela, për çfarë lindi dhuna në familje? Për shkak të skamjes, pra për çfarë të dhunonte? Po, ekonomisë, më tepër ekonomisë. Jo tradhia, as ndaj atij tradhia as ndaj meje, vetëm nga ekonomia. Lidhte gjithmonë ky problem. Ka kushte nga ekonomia. Ai ka dhunuar dhe përpara fëmijëve, se më thej që edhe fëmijët kanë pasur trauma nga babai. E ke denoncuar në polici në vitet e para të martesës kur lindi dhuna? E kam denoncuar 2-3 herë, më thëmë në Kavaj, se unë jetoj në Kavaj. Ka thënë që nuk e bëjmë, nuk e përsërisë, ja kam falë, nuk e kam futur në grup për atë fëmijëve. Thjesht e kam bërë rancime, kam bërë paralajmërim, kemi shkuar të dy në komisariatin e Kavajës dhe kam banuar dhe në Golem, dhe thënë që nuk bëjmë. Rritën 1 muaj 2 hopa e përsërisë këtë gjendje prapë. Pse, nga shtëpia me qëran në Berat ju u zhvendosët në një qytet tjetër, në Kavaj? Po, në Kavaj, po. Pse lëvizit? Në Kavaj kam shkuar në vitin 2011 në Kavaj. Por, pse vajtët në këtë qytet? Se nuk ishim punë tuja, edhe një mikja ime, e përshëndesesh nga Firi. Po. Më çoi atje me gjeti punë dhe shortit, gjeti një shtëpi në katastrofë. Dhe ishte shtëpi pa jetesë pa asnjë gjë, dhe prapë atje filluam këtu. Në qytetin e Kavajës ku ju zhvendosët ishe me 3 fëmijë dhe erdhën në jetë dhe binjakët në Kavaj. Po, erdhën dhe binjakët, po.
Bas një viti që ne qemë atëherën dhe fëmijët. E dashur Sonela, nuk e kishe menduar asnjëherë në ato 19 vite martesë të jepje fund, të kërkoje divorcin, Po kisha menduar, po thosha, se gjithmonë se mos e kthen, se u bë me fëmijë, u bë me 2, u bë me 3, kupton, duke folur se premtimin e thatë po. Me sa fëmijë ishin atë kohë? Me 3 fëmijët. Me 3 fëmijët dhe shkove në qytetin e Kavajës. Po. Pse vajte në Kavaj? Por shkova për punë, për të ardhmë më mirë, për jetesën e fëmijëve, për të shkolluar fëmijët. Por gjatë kësaj kohe që vendose të ndryshojë qytet, e mendove që të ndaheshe nga babai i fëmijëve, ai nuk punonte, të dhunonte? Nuk e mendoja këtë gjë, se po ta kisha menduar nuk shkoja. Mendova se jeta ime të kalon të do rregullohesh. Ti e ke dashur në atë kohë? Po, e kam dash. Edhe pse ai sillesh keq me ty. Po, po. Si vazhdoi jetesa jote në Kavaj? Shumë vujtje, ai momenti kur ne kemi shkuar në Kavaj, unë përsëritse të prapë një shoqja ime, një mikja ime më ka çuar atje, ka gjetë punë, ka gjetë një shtëpi, te puna ku ishte. Ka qenë një mikesha jote që të orientoi të vije në Kavaj? Po, po. Po? Edhe në soja e ti me leja shtëpia ishte e pajetueshme. Në thënë drejt, ka qenë një ferm lopësh, stall lopësh. Atë punë mori bashorti, edhe unë me 3 fëmijët, një jetë skandale e pajetueshme për mua, po kam duruar çdo gjë, mbi fukërllikun, po edhe vujtjen, edhe druun, edhe të gjitha këtoja, e kam dalë ballë, e kam duruar çdo gjë jetesës. Ai vazhdoi ende të dhunonte në Kavaj? Po, kam qenë shtatzane, me binjakët kam qenë 2 muaj e ca më duket, kur aty filluan konfliktet, unë shkreta me 3 fëmijët, lere pa ngrënë që ishe e lodhur, shkoja prapë ndihmoja, i një dorë atij, sa i kishte mbi 100 ca lop, viça, kujdesesh dhe për ato dhe për lopët dhe për viçat. Unë mendoja e çoja kështu ja për të ngrënë ushqim për lopët, të çoja ujë, çoja tajxhit, se ishin to silazh që bënte. Po. Kupton? Edhe ai vërtiste me gjujti, erdhim ka radhë, unë kam qenë rrezik dështimi atë ditë kur më ka gjujt. E tmerrshme. E pash që filluan këto ja, kam kërkuar ndihmë te pronari që ishte. Ai nuk ka qenë aty pronari, që nuk e di se ku ka qenë, ka sjellë taksin. Unë vetëm me shofer kam ikur në skalin e Kavajës me hemorragji, rrezik dështimi. Nuk më shoqëroi. Sado që ishte baba 3 fëmijëve, ai prapë nuk më shoqëroi, prapë më la vetëm. Por fal Zotit, fëmijët sot janë në jetë. Binjakët. Po, edhe kur kam shkuar në Kavaj, në spital, me tension të lartë dhe me hemorragji, dhe ka pyet mjeku ose mjeka nuk më e mund se atë ditë kush ka qenë. Ka thënë çfarë e ket, grua ose motor? Ka thënë jo, thjesht kam vajtur e kam marrë te puna ku rri bashkë me fëmijët, bashkë me bashortin nga pronari. Jam taksi i faturuar. E kam sjell këtu. Tha, kjo mund të rritë që ndroj këtu, tha, ju mund të largoheni, tha, se kjo do që ndroj këtu, tha. Merra telefon bashorti, pra, sa do prapë që ai më udhëron, e merra telefonoja, kisha merak për fëmijët që ishin mbrapa, 3 të tjerët mbrapa. Kisha frikë mos ndodhte ndonjë diçka për fëmijët. Ai s'më përgjigjte në telefon, më bëri blok. Fëmijët kishin ikur te komshia, kishin flet, kishin ngrënë bukë atje. Ishim mësit të komshia ku ishin. Edhe sa do babai vetë nuk ishte mbështet, fëmijët i merrte ti mante qysh atek. Kam shkuar pastaj ditën e ditën e mëngjes, kam shkuar prapë friksuar. Kur më ka ardhur pronari tek Spitali i Kavajës që më ka marrë, më ka çuar atje. Ka ndeta jeti 2 ditë, ka thënë mos ke frikë, edhe më e falenderoj shumë atë. Ai ishte për mua një vaj dytë. Vërtet. Me zdime të madhe, me zemër të madhe. Që të mbështeti në momentet më të vështira. Po, më mbështeti. Edhe më ka thënë kështu, unë kam 2 vajza, kjo vajza ime e 3. Më fal për shprehjen, ky nuk është njeri, por ky është gomar. Edhe unë falenderoj ata prindit ata që nuk se të kam pa tepër të ka dhënë te ky njeri, tha. Por ajo që mua po më habit dhe po më shokon e dashur Sonela është se ai përpos se ty të dhunonte dhe nuk të donte si nënën e fëmijëve, si bashorten e tij, si gruan e tij, ai dhe me fëmijët sillesh keq? Po, nuk i përkante, nuk i ashtuja, nuk i donte, nuk i afronte. Edhe fëmijët tani janë të rritur dhe prapë kanë frikë ndaj babait vet.
Por dua të pyes, por në momente kur ai ishte i qetë, që sillej mirë, a kishe folur ndonjëherë ti me bashortin tënd me njazimin, pse ai sillesh kështu, pse kjo dhunë, pse kjo urrëtie ndaj teje? Disa gjëra u teta i kishte të mira, disa i kishte, ishte në momente se unë kur e kam marrë më ka treguar familjarët e tij që ai ka bërë aksident me zetor ka rënë dhe ka ngelur dhe nga ajo trama i ka ngelur si gjysmë robi. Ai ka pasur probleme të shëndetit mendor. Po, e ngelur si qikur i thonë. Edhe në moment që kapin krizë, në moment që i thonë ato të vetat, moment vret. Por gjatë kohës që ishe me të dhe kishe këto konflikte, familja e tij të mbështeste, a e dini njerëzit i zhvjerri që... Familja e tij e bashkëshortit tim është bëhet nga familjarët, më thënë 3 motra e 2 vëllezër. Ai me të 3 motrat, nga sot që unë jam nëna 5 fëmijëve, ai nuk ka kontakte me motrat. Nuk flet me asnjë. Fare. Edhe unë kur jam fejuar, më kanë thënë motrat e vet, është e madhe në Greqi, më ka thënë, unë jam femër vetë dhe kam vujtur vetë dhe më vjen keq nga një femër që vuan sot, po do ishte fort që të marrësh vllain tim. E dashur Sonela, e kuptoj që familja e tij ta ka thënë që në fillim, që ditën e parë të martesës, që nuk është njeriu i dur, por në atë kohë fatkeqësisht nuk dëgjove askënd rend dashuri me persone gabuar dhe vuajtje për 19 vite. Familja jote ka qenë pranë, ajo që të ka mbështetur ka qenë më së shumti nëna jote. Po familja ime ka qenë dhe është akoma për mua, që mua më përkrahane që më përgjigjet. Dhe mua më vjen mirë që ke mbështetje më të madhe familjen tënde, ata të cilët të kanë hapur derën ty dhe 5 fëmijëve. Por sa vite jetuat bashkë në Kavaj? Kemi jetuar 11 vjet Kavaj. 11 vite. Sinqerisht, më fal nëse të lëndoj, por dua ta bëj këtë pyetje. 11 vite dhunë në Kavaj, përposa atyre viteve që jetove në Berat. Po. Çfarë prisje ti nga i burr? Prisja se mos ndryshonte. Se u bë babai 5 fëmijëve. E dashur Sonela, kur ai nuk ndryshoi tek fëmia i parë, i dytë, i tretë, mendoje që te 2 binjakët e 2 fëmijët e fundit do ndryshonte? Po, mendova që do ndryshonte tash. Ai përveç se të ka dhunuar, ka abuzuar ndaj teje? Po, një rast po. Në momentin që unë jam hedhur nga kati 2 poshtë, tash më mirë të vdes edhe sa t'ja fal më trupin tim këtij, jam më këtij person më. Kjo ka ndodhur në qytetin e Kavajës kur jetonit? Po, ka ndodhur në Golem, kemi qenë në Golem par vjet. Par vjet ka ndodhur si ngjarje? Po, atje. Ti ke qenë ndarë me të? Po, e ndarë ika, mora fëmijët, mora një shtëpi me qira më vete, mora të 5 fëmijët, erdhi me mua, ai kitoi shtëpimin që më vete me qira. Unë ato ditë kam qenë në Tiranë, nga kushtet ekonomike, që unë kam dalë, më kanë marrë fëmijët, mi kanë mbështetur një xhami, fëmijët mi kanë marrë në Tiranë, në Kamës, 2 vite. Po. Fëmijët. Edhe jam marrë të xhamisë në telefon, unë shkova me taku fëmijët, se një nga ta fëmijët dyti ishte smur me infeksionin në vesh. Edhe në momentin kur unë shkova i thash fëmijëve, nëse kthehet babi, shkoni te shtëpia dhe kur të kthehet mami, të merr. Edhe fëmijët kanë ardhur nga shkolla, kështu fola edhe me mësuesen e shkollës. Tash që fëmijët tha mua se ja thashë mëngjes kur i shkova, thashë unë do jem në Tiranë, se kam një shumë smur. Mendoj se do mbaroj shumë shpejt në Tiranë dhe do ktheja te fëmijët e merr para se i vinë nga puna. Po mos i lën rrugës, i çova atje. Aty kisha edhe komshinj, edhe shokët e shkollës. Okej, kur kam shkuar në Tiranë, erdha aty jam me marr fëmijët, bashortin e kam gjetur në lokal. Po. Shkova te banesa i kurinte, dera ishte e mbyllur, aty ku rinin fëmijët, ishte kyçur, ishte ka qenë tetor, e mbaj si sot ka qenë data 22 tetor, ora 7 e mesditës. Për të marrë fëmijët ishin kyçur dera. Babai kishte kyçur fëmijët brenda në shtëpi? Je babai i fëmijëve kishte shkuar te lokali me pije kafe dhe rajti. Por fëmijët kush i kishte kyçur në shtëpi? Babai vet i kishte kyçur. Po, dhe vetë që shkuar në lokal. Po, vetë që shkuar në lokal i kishte kyçur fëmijët. Edhe mbyll pak dera ma. Mbjerë derës, mbyll, shkoj dhomën tjetër, kyç. Thirr ogren, ormesa, shumë i quajnë binjakët, u përgjigjen fëmijët derën te dera. Tash e keni cilësin, hapeni derën se jam mamën tash për të marrë.
Sa mami na ka pyet babi derën dhe babi ka itë lokalit e Fariut, sa me pi kafe sa. Shi binte ftohtë ishte, ai ishte ndezur rezistencën që nuk të harroj kur sa do vdes vujtjen time si nën për ata fëmijë. Kishte ndezur rezistencën, ja shtruan lart në tavolinë, me thënë kaq nga krevati me anë të rezistenca. Me kishte ndezur me të treja, mi të dy që mbuluar batanie, edhe në ngrohje, se ku s'të marrë ajo zjarr. Krevati dhe ishte djegë fëmijët brenda. Të mërshme. Kam shkuar, kam ikse nuk që nga të fusja, që ka dytë. Të shkosh babet e Fariut, dhe kam me një herë kam zbrit me vrap, shiu po binte, me një fshrym, kur e kam parë që ma një dopi raki për para dhe një kafe. Po binte në lokal. Sa është të lutem, hajde thash më jep qesin, më jep fëmijët të dimar se pus kanë të shkollë nesër. Aty filluan nga jashtë, filloi më gjujti, më ofendoi fjalët penale, goditi. Në mes të lokalit. Nuk e di po nga lokali brenda deri jashtë po. Shkoi ora 8, edhe në orën 9, më një orë nuk kishte asnjëri. Thjesht vetëm pronari dhe pronaria ishte brenda, pa ata nuk u futën. Ka thënë, "Çohuni ditën të zioni jashtë, ajo këtu jam." Për fat tim sot që unë jam sot gjallë, për veten time një herë, për fëmijët e mi dhe për nëna bravën time se këta e din si më kanë rrit mua. Dhe ata fëmijët e mi. Kanë që bukën e tyre kanë dhënë fëmijëve të mi. Se unë do isha e vdekur sonë, dhe isha e gjallë të jetoja që të kisa bashkë me ty sot këtu, drejt për drejt. Kjo është e tmerrshme, dashur Sonela. Por çfarë ndodhi më pas? Do si të futi ai në banesë dhe tentoi të abuzonte me ty. Po, te banesa pastaj erdhi atje lart, duke rrarë, duke gjakosur, se fëmijët ishin brenda, kemi vajtur atje. U kapë derën fëmijëve. Të njëjtin fëmijë e çoi në dyqan, aty, ai futi në dhomë tjetër. E di ti punët, ndaj një burri, ndaj një grue. Unë kam pranuar. Ai kërkoi sa vite kishit të ndarë në atë kohë? Jo, unë kishta po kërkesën e divorcit. Unë rria me vete me fëmijët, ai rrinte me vete. Po pra, po sa vite kishit 2 muaj kishit? 2 muaj kisha unë që u largova nga ai. Që rria me shpirtin. Dhe ai kërkoi të kryente marrëdhënie me ty. Po. Aty pastaj hapa derën e balkonit, se ato ishin, më thonë, do ma hoteli, nuk kisha ishin shtëpi. Hapa derën e balkonit, më thonë ishin nga 4-5 metra po kanë qenë. Dhe i hedhur nga balkoni? Po, hapa derën e balkonit edhe tash më mi të vdes këtu se sa ti bie këtia. Në dorë. Fati im, jam hedhur, ishte çemiendo, poshtë të barë, sa i pronari kishte mbyllur barë, të jeshil. Më ka dhënë Zoti një fuqi, nuk e di si më ka dhënë Zoti një fuqi, fëmijët më vrap kanë zbrit poshtë, ai prap më ka kapur më ka rau, prap, dhe që unë hoho dhe prap më kapur më ka rau, moment ka që telefoni hapur, mami më ka parë vetë. Që unë u gjakosa në përfityrë, bile kam shenjën këtu, i kam dhe koma shenjën këtu, i ushqarë edhe këtu se u qepa në stalin e kavajs. Fatin që lloj patrulla e golemit. Policia, që vinte merr të shërbimin se çfarë bënte, po mos këshilla policia, unë do isha gjallë sot. Ky brodhi, atë ka ndik policia e kapi. Ishin 3 polica aty brenda, mua pse policia ka polci me mamin, te e mbaj mend se isha shumë e tërmbitur, shumë e lodhur, po e mbaj mend që i tha mamit edhe sot e mbaj mend, tha që mos kimi rak se goca është mirë, thotë ja çojmë ne tani në spital. Ashtu ka qenë vërtet. Më kanë marrë brenda, kanë marrë atë brenda, unë kam i përpara policisë, i gjakosur, ai ata kanë ndel mbrapa me ato, më kanë çuar mua në komisariat direkt, lart në golem, më kanë parë të gjakosur dhe kanë thënë, nuk do t'i marrin dëshmi gocës Sonelës, direkt çoni në stalin e Kavajës. Mbaroni punën atje, pastaj të vinë në dëshminë e Kavajës. Më kanë çuar patrulla direkt spital. Kam marrë serum, kam bërë gjelpara, më jam qepur këtu të undra, jam qepur të sipër. Pastaj nga ora 11 e natës e deri në orën 3 unë kam qenë në komisariatin e Kavajës, bashkë me bashortin. Ti ke dhënë denoncimin dhe ai përfundoi në burg. Po, normal që dha denoncimin dhe mos ta hipja unë denoncimin. Ata më thanë që bileta policia e ka rrau njerëziu. I ka gjuajtur se u kthye kundër policisë. Por fëmijët, kush kujdes për fëmijët? Kur kam ardhur në orën 3 pastaj, që më ka sjellë policia vetë të shtëpia. Fëmijët vetëm. Ishin bërë merak për mua, kërkonin gjithandej, telefoni ishte e fik. Ose kur më kam parë që u qepin kisha tek, për momentin nuk i dërgoi policia, sa ata bëshin merak edhe që mami zbrate puna.
Me sa u dënua? Njazi u dënua me shkallën e parë, u dënua 5 vjet e 3 muaj. Por sa kreu dënimi? Në burg ai kreu 1 vit e camë, të 1 vit e gjys. Që do thot ai ka dalë nga burgu përpara disa kohë. Po, ka dalë. Bile kishte edhe në apel. Gjykata e dytë e ndënoi pastaj me 3 vjet e 3 muaj. Apeli pastaj kishte e la me 2 vjet e 4 muaj. Ose kishte ka për të amnistia, doli me amnistin. Ndërkohë jeta jote me 5 fëmijët pas kësaj ngjarje të rëndë që ti i dhe fund, ai përfundoi në burg dhe ti ngele me 5 fëmijët, si vazhdoi jeta jote? Besoj që ka qenë shumë e vështirë edhe për fëmijët kur mësuan ngjarjen që babai përfundoi në burg. Ata kanë qenë në djeni që ai ju dhunonte juve. Me shpresën e Zotit, fëmijët e morën vesh, pastaj në mëngjes tregova unë, tregoj te mami, anë telefonit. Ata thoshin mami, ne kemi frikë, po edhe ai në burg sa sonte do vinë nesër prapë ti ke frikë se mos të vret. Mami, fëmijët më kërkojnë gjithmonë këtë gjë, dhe kam thonë mami, do të ikim jashtë, mos rrim më këtu në Shqipëri. Kur ai ndodhesh në burg, njaziu, babai i fëmijëve, fëmijët nuk u interesuan asnjëherë për të. Çfarë? E dini që ishin në burg në Beqin, dhe unë prapë kundër që vërtet si ndodhen këto gjëra, unë prapë nuk u flas kur fëmijëve, sepse babai flet fëmijëve. U kanë folë fëmijët kanë thënë që shkonin te babai të patën çoni një bidon ujë. Edhe fëmijët nuk më kanë dëgjuar, më kanë thënë kështu mami, për çfarë shkojmë te burg kur ai të rau ty, të gjakosi ty, edhe na kalon në rrugëve. Fëmijët nuk kanë pranuar të shkojnë. Asnjëherë. Por pasi doli nga burgu, a erdhi ai u interesua për fëmijët? E morin telefonat, në telefon, unë i kam thënë djalit natë, të dytit shkoni, se babin e keni në Durrës, ku dalë nga burgu, dhe kur ka dalë nga burgu, se ishte nga Peqini që transferu në Fier 2 muaj, nuk e ka prit njëri te porta, po ka ardhur vetë, shumë munduar vetë, ka ardhur me një taksi deri te nëna e vetë. I kam thënë fëmijëve shko se ku ka dalë babi nga burgu, kanë thënë fëmijët kanë frikë, nuk shkoj. Unë e kam marrë guximin Odeta, kam marrë fëmijët, kam shkuar te banesa, jo me një fëmijë, por me të 5 fëmijët, nuk kam shkuar e friksuar më, çfarë? Ka thënë, po e kam menduar le ta bëj këtë gjë. Pasi ai doli nga burgu, ti ke shkuar me 5 fëmijë tek dera e tij. Po, kam shkuar. Dhe kam thënë këtë Odeta, na që unë jam e mërzitur, jam shumë e shqetësuar për fëmijët. Një fëmijë kam sëmur, strehim nuk kam ku të ri, në të në buk për buk fëmijët akoma, shtëpi për qëra për të larë akoma, Odeta, ushqime jo, fëmijët tani po rritën, nuk kërkojnë kushte, Odeta. Kërkojnë zanat, njëri do parukir, njëri do sportin, njëri do kalceto, unë nuk kam mundësi t'ja plotësoj fëmijëve, gjithë njërën e vete me jam, me një krah asistencë nuk marr, thjesht një kemp marr të djalit, edhe nuk ishte mjaftueshëm për mua, se një punë 500.000 lekë është në Tiranë. E dashur Sonela, unë e kuptoj qartë vështirësinë dhe sakrificën tënde si nën për 5 fëmijë. Të rritesh e vetë me 5 fëmijë, pagosh qera, drita ujë, ushqime, është shumë e vështirë. Por mirë fëmijët nuk pranuan të iknin. Ti i mori të 5 fëmijë dhe shkove tek dera e tij. Çfarë ndodhi? Mund ma tregosh? Ke marrë një guxim që ke shkuar për çfarë? Për çfarë vajte? Atje dhe çfarë ndodhi? Unë shkova, në takonin fëmijët, kisha dhe unë vetë prezent, dhe s'kur të ndodhe diçka, isha unë mbrojtja e fëmijëve. Më miru të sa fëmijët. Ti i çove vetë fëmijët e babait kur ai doli nga burgu? Vetë, po. Dhe si reagoi? Kam marrë në telefon, në telefon, më kam rrit Vira telefoni. Po. Vira kishte dalë jashtë, është dhe gjysë robi për vete. Kam thënë të doli djali, po më përgjigj, se doli mirë i tash. Ku e kështë unë se i kam dardhur me fëmijët jam në Durrës, i kam thënë. Sa e rash në shtëpinë e gjumë, tha. Sa kjo. Tash unë për marrë urbanin tani, tash nga stacioni trenit në Durrës, dhe po vite rrota e kuqe, tash bashkë me fëmijët. Sa, kur t'ishte rrota e kuqe, tha kjo, mos ik vetëm sa me pritë mua, dhe ka thënë vërtet këtë. E kam shkuar, e kam marrë këtë, i ka darur i karanderës Vjera, atë kemi gjithë në gjumë. Po. I vajtën fëmijët kështu te dera, hyrën e pan ti ishte në shtëri, po nuk ta të keqen babi. Po çuni sa babi. I madh.
as i përgëzoj, as i nuk i afroj, as i gjë. Asnjë lloj reagimi ndaj fëmijëve. Asnjë reagim. Që ai ishte i larguar nga fëmijët 1 vit e gjys. Por me ty si e pati reagimin, me ty? Jo, me mua nuk foli, as tha asnjë gjë. I pak një të kështu edhe nuk i afroj, nuk i qysha tek. Fëmija i madh, në që është i sëmur, edhe i dyti preket shumë, filluan e qanë dhe dolën jashtë në balkon. Ai nuk të ka ndihmuar fare për fëmijët? Fare, ai është pa punë, ai është edhe sa ka tani. Ka dhe probleme me shëndetin. Po, ka probleme se në plus problemi që tani ka edhe në burg ka pësuar aksident në burg. Nuk e di, jam e pa fjalë për këtë sarë se si që është dek ka ndodhur në burg, ai ka përuar gjurin, ka 3 hekur në këmbë. E dashur Sonela, nga i takim fëmijët nuk e kanë takuar më babaj? Çunat kanë ikur i madh 2 herë, kanë vajtur 2 herë, i madhi dhe i dytë e kanë takuar, ma kanë thënë, se fëmijët janë shumë të lidhur me mua, dhe më kanë thënë mami, me babin është e kot. Qa të bëjmë, mami, ti përpara në mbrapa, ne nuk dim ku të ecim, se jemi akoma të vegjël, kemi nevojë për mbështetjen tënde. Jetesa jote sot me 5 fëmijët është e vështirë. Dhe ti ku je strehuar sot? Ku jeton? Unë aty, unë në institut jam, me thënë drejt, unë jam edhe vetë me probleme, se kam bërë këtu 10 vjet një aksident, me sunin e vogël, me Siljanun, edhe unë 2 vërteba të dalat e legjeni kam, dhe unë nuk punoj, dhe unë vërtet mundohem, po unë lodhem dhe më bjesë të fikët, më merren mend, edhe unë jam 1 muaj pa punë, se kam patë edhe probleme nga shtylla korrizore. Por kush kujdeset sot për 5 fëmijët, për ushqimin e tyre? Sepse ke 5 fëmijë. Mami më ka ndihmuar me pensionin e babit, kam dhe i motë në Greqi, ajo më ka sjell 2 herë. Kam dhe 2 shoqe, 2 mikët e mia. I kam në Francë, ato më kanë ndihmuar, më kanë sjell nga 1 herë 100 euro, nga 1 herë 100 euro për fëmijët. E qartë, e kuptoj që ke pasur ndihmesë edhe nga mikeshat e tua, por ti e di shumë mirë që jeta nuk është me 100 euro që të dërgon dikush. Ato 100 euro nuk janë asgjë. Po, për mua vërtet nuk është asgjë. Për fëmijët e mi. E dashur Sonela, çfarë ke menduar? Unë të bëj dhe një thirrje për ju. Unë edhe nesër ku të shkoj në shtëpi do kthehem, se kam marrë për babit, se kam shumë smur dhe të shkuar. Unë ndodhem faleminderit. Unë ndodhem mes katë rrugë dhe kam 2 muaj qera palar. Zotëria pronari mund të më nxjerrin jashtë, kështu më kanë thënë datën 2. Nëse ti nuk dhe 2 muaj qera, ti mund të dalësh shtëpi jashtë, mund të ma lirosh shtëpinë. E ke menduar Sonela, domethënë çfarë ke menduar të bësh me jetën tënde? Çfarë mund të bëj unë sa kam mundësi, unë përpiqem për fëmijët. Unë bëj punë si një grua, nuk bëj punë sa një burr. Përshtetja ime është që unë dua thjesht një strehim. Që ku ti fuset ta fëmijët, për vjen shkolla shtatori, fillon shkolla. Janë pa libra, pa rregulluar, pa ngrohtësi. Mua më vjen shumë keq, sinqerisht për ty, për 5 fëmijët, për jetën që ke kaluar, 19 vite martesë, 19 vite dhunë, je përpjekur të mbash familjen derisa nuk munde do të më dhe i erdhi fundi asaj martese, dhe sot ke ngelur mes 4 rrugëve me 5 fëmijët, të cilëve nuk arrin dot të realizosh as dëshirat më minimale. Më thej që djali i dytë ka ëndër futbollin dhe nuk e dërgon dot në kurs. Jo, s'nuk mundem, s'kam ekonomi që ti shkolloj fëmijët. Në rrugën e tyre, ëndrat e tyre që fëmijët kanë. Por fëmijët çfarë thonë? Fëmijët flasin, ai që mami mos më rrezit, thonë ata. Mos më rrezit se ne po rritemi, mami, ne po rritemi. Kërkojnë shumë gjëra, mami, të pse shoku ka kështu, pse shoku ka ashtu, thot. Pse shoku ka veshur ta rrobë të mirë me emër, këtë me kemi një rrobë të mirë të në vesh. E kuptoj, ata janë drita e syve të tu, që do jenë mbështetja më e madhe për ty. Shumë. E dashur Sonela, nuk dua të shkoj kështu me lot në sy. Më dhimbsesh për gjithë ato që ke kaluar. E dashur Shkëndije, përshëndetje. Ju jeni nëna të përshëndes dhe unë. Ju jeni nëna e Sonelës. Po.
Unë fola me Sonelën dhe ja më tregoi jetën e saj të vështirë që kishte bërë me atë burr. E vërtet. Sot je ti mbështetja më e madhe që e ndihmon për 5 fëmijët. Po. Do ta ndihmoj të kam e vlat dhe kam rritur një jetë mirë. Kur do ta ndihmoj tjetër, shtet s'kemi ne, s'ka shtetu. Ta dhja rrugës, mos i jap një korë bukë fëmijëve. Ajo është jeta ime, ajo është jeta e fëmijës tim. Neve deta si prindër kemi për detyrë që sa të kemi sy të hap, ne mundohemi për fëmijët. Mundohemi për fëmijët, ne nenat, edhe ne gjyshit. E dashu Shkëndije, në 19 vite që vajzën e kishe martuar në familjen Manaj, që dhunohej, kish trajtohej, pse nuk e more vajzën që kur ishte me një fëmijë me 2? E shkoptrash, thështë jo, thështë, nuk i le fëmijët jetim, thështë, nuk i le fëmijët jetim, mama. Do më dojë me mishe me shpirt që të rriset atë fëmijët, do t'i nxjerrë në jetë, nuk dua ato që t'i braktisë fëmijët. E kishe drejtë ati, se ishim në fshat, drejt kishe turku. Unë e mora vetët, rëmbyrësët, erdhë shtëpia ta këshu, bimi kafe, dhe a i ku përse. E mori këshuaj, ata ishin cop në një fshat Pararitit, të Beratit, Pararatit. Ishin që si një grur, ata edhe të ne hengën darë këshu, i përqau. Misia, miku si thëran saj edhe i ta plakotim, kështu. Edhe as baba jo as nena, po i ka ardhur pronari që punon te ai. Po vetë Njaziu, si reagonte ndaj jush? Ai ishte pa respekt, ai që u ishte rritur rrugëve, jo me nenë dhe me babë. E dashu Shkëndije, u mort veç, pastaj jo Partia Demokratike, jo Socialiste, jo je kështu, dhe baba mu filloi një mosmarrëveshje pastaj. I tha vjerri që i ko birë qoj atje ku e mora, unë jam tha Balif që është komuniste, se do me komuniste shpi. Kjo është e të mërshme, ma të regoj Sonela. Vetëm për këte ka filluar ato. Të nisi konflikti në familje, për çështje partish, të kalohet në divorc, në ndarje, në dëbim, kjo është e vërtet, është shokuese. Edhe kësaj dite kështu thonë. Edhe kësaj dite. E dashu Shkëndije, ne jemi të dyja së bashku, sepse edhe ti do përcjellësh një mesazh drejtuar institucioneve apo shoqatave të ndryshme për të ndihmuar Sonelën me 5 fëmijët e saj. Unë si nën i bëj thirrje. Sa kanë mundësi një shtëpi, se jam 5 çuna, 5 drita dhe 5 hyje, në të ardhmen mund t'i shërbejnë shoqërisë dhe partisë. Këte kam unë. Ata vuajnë për bukën e gojës. Sa ja do t'i qoj unë, do marrë pensionin, do të qej 50 lekë, do marrë 50 bukë. Po 50 bukë e shaja. Ata kanë nevojë për çdo gjë, ata kanë nevojë për një strehim, që të mblidhen. Ku do mësojnë? Ja, vjen mirë ta një fler rrugës, për shembull, e zan fler rrugës. Po kur vjen dimrin nesër, ku do vjen ata? Do vjen në shkollë, do në veshur, do në libra, do fletore, do në të hanë, do të pinë. E qartë. Çfarë do bëj unë si nën? Ja jam sot se unë vuaj nga diabeti, burrin e ka me pikse gjaku, i ra trampoza gjaku e ka burrin se. Si be ja. O, të shkuara. Si jeni? S'ka mundësi unë që ti marrë të 5.000 që ti mbaj këtu, se unë me gurzim kam atë, me gurzim. Edhe të besoj për këtë fakt. E dashu Shkëndije, unë të falenderoj që u fute në këtë video dhe uroj të bëhet më e mira për Sonelën dhe për 5 fëmijët e saj. Të përshëndes. Të përshëndes dhe unë ty je shumë e mirë. Faleminderit. E dashur Sonela, do ta mbyll, nisa me ty, do ta mbyll me ty. Edhe ti si nëna e 5 fëmijëve, si një grua e dhunuar nga ish partneri juaj, ke një mesazh për të përçuar sot. Unë bëj thirrje një nën, ndodhen mes katër rrugëve, një nën me 5 fëmijë, i bëj thirrje kryeministrit. A dëgjoj thirrjen time, lutjen time, thjesht një strehim për fëmijët, të di dhe ku të strehohen, të di dhe unë që të mlidhem që t'jem me ta e siguruar, për jetën time dhe për jetën e fëmijëve. Unë uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet, uroj më të mirat për ty dhe për 5 fëmijët e tu. Faleminderit Odeta. Të përshëndes e dashur dhe do mbetemi në kontakt. Të përshëndes e dashur, kalon mirë. Faleminderit.
3 muaj e gjysmë u ndam. Shfaqi sjellje jo korrekte, duke thënë pse e ha këtë gjë, pse e ha sallatën. Gjatë periudhës dhënies qumshit më shmar fëmia nga duart me forcë. Gabimi im ishte që i dhash një shans të dytë, dhe 3 vite nuk lihet fëmia pas dore dhe kujtohesh mbas 3 vitesh, mbas 4 vitesh. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim do udhëtojmë në Gjermani, do të jemi me një zonjë, me një nën shqiptare e cila prej vitesh larguar nga Shqipëria, ka jetuar në shtetin gjerman, atje ka mbaruar studimet e larta, atje krijoi familjen dhe fatkeqësisht atë familje që krijoi nuk pati mundësi ta shijonte pasi u divorcua me shtetasin gjerman, që Lira Osmani ka sjellë në jetë edhe një fëmijë, një djalë i cili sot aktualisht është 5 vjeç, por kjo nën ka 2 javë që ka humbur të drejtën e kujdesarisë së djalit pasi ish partneri gjerman e ka denoncuar, ka nisur një betejë ligjore dhe gjykata ka vendosur që kjo nën nuk duhet ta ketë kujdestarin, dhe kujdestarin duhet ta ketë babai, edhe pse ka shumë probleme, por do jetë babai ai që do vendosi nëse nëna do e takoj apo jo. E habitshme kur lexova mesazhin që më dërgoi zonja Lira. Por unë do hap dritaren, ta ftoj zonjën, këtë nën, dhe ta dëgjojmë rrëfimin e saj për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Kush është kjo gjykatë që vendos në këtë forme, që është babai ai që vendos nëse nëna do e takoj djalin apo jo. Gjykata nuk ka vendosur asgjë për këtë nën. I është hequr e drejta e pritorimit. Nuk di ta them. Hapim dritaren dhe e dëgjojmë Lirën. E dashur Lira, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje shumë Odeta, edhe faleminderit shumë edhe për vëmendjen që më dhe për të munduar të themi për një zgjidhje të mundshme të kësaj situate. Mua më ke dërguar një mesazh dhe sinqerisht më ka ardhur keq për atë që të ka ndodhur. Shumë faleminderit nga ana juaj. Dhe uroj e shpresoj që të themi të bëhet më e mira për interesin e fëmijës, se normalisht përpara se të mendojmë për 7 gjëra që i nevojiten fëmijës, interesi primar kryesor është nëna e tij. Ti do denoncosh sot sepse je një nën që të kanë marrë djalin. Babai i fëmijës, ish partneri ta ka marrë djalin me vendim gjykate. Por dua të më tregosh si ndodhi. Jemi njohur para shumë vitesh. Martesa jon nuk funksionoi, ka qenë shumë e shkurtër, 3 muaj, sepse temi kishim ndryshmëri nga njëri tjetri, dhe gjithsesi fëmia më pas lindi dhe në periudhën e ju jeni martuar çfarë viti dhe në çfarë vendi konkretisht? Po, e martuar në 2015-ën në Gjermani dhe pastaj në 2017-ën, jemi divorcuar. Bëhet fjalë për një shtetas gjerman, ti je martuar me shtetas gjerman. Shtetas gjerman. Divorci ka ndodhur, por më pas ndodhi që u lind fëmia dhe periudha e shtatzanisë, themi nuk kisha mbështetje nga personi fare. Gjatë periudhës dhënies qumshit më shmar fëmia nga duart me forcë nga babai i fëmijës. Po. Dhe fëmia themi ka pirë qumësht 3-4 muaj dhe pastaj nuk është lejuar më të pinte dhe gjithkohës në këto 3-4 muaj është marrë fëmia me forcë nga gjiri. Por pse kjo nuk është normale? Pikërisht nuk është normale, pastaj nga ajo periudhë themi fëmia nuk është ushqyer dot më me gjë mbas 4 mujorshit dhe u vendosëm që mos kishim më punë me njëri tjetrin, jemi shkëputur dhe secili pastaj ka shkuar në ambiente të ndryshme të jetonim. Si u njohe ti me këtë shtetas gjerman që bashkëtuat vetëm 3 muaj dhe nuk funksionoi martesa juaj? Unë kam studiuar jashtë, kam punuar jashtë dhe në atë periudhë kohë isha duke bërë një PhD, doktoraturë në Universitetin Teknik këtu. Dhe në atë periudhë jemi njohur, njohja ka qenë normale, do me thënë 2 persona që themi kanë interes në njëri tjetrit, pëlqehen. Në momentin që ndodhi martesa, personi ka pas sjellje korrekte deri në momentin e martesës, dhe në momentin që u martuam, shfaqi sjellje jo korrekte, duke thënë pse e ha këtë gjë, pse e ha sallatën. Do me thënë,
s'duhet haje sallatën, do e hash ti këtë kur e përgatisje, domethënë gjëra jo normale për një person që vjen nga një familje normale, supozohet. Aq më tepër shfaqi probleme të shëndetit mendor. Kjo sjellje, me çfarë e lidh këtë sjellje? Unë në atë kohë nuk e kuptoja çfarë ishte. Domethënë, në atë kohë bëhet fjalë në 2015, nuk e kuptoja çfarë ishte tamam, po thjesht një sjellje jo shumë normale për një person i cili themi ne të dyja palët kemi studiuar. Është një nivel i ngritur do të thotë nivel që ka studiuar dhe normalisht janë sjellje që nuk pritën për një familje normale. Kjo ishte një nga arsyet themi që u shkëputa. Mbi të gjitha më bezdisin në punë, lëre punën, hiqe punën, marrë punën, dhe u transferova në një ambient tjetër që mund të punoja. 900 kilometra larg në jug, 900 kilometra larg këtij personi. Punova një vit. Ke jetuar me bashortin tënd në atë kohë 3 muaj, bëre martesë të rregullt? Gjithçka në rregull dhe u divorcuam në 2017-ën. Ndetëm një vit push larg njëri tjetrit. Domethënë u martuam, ndetëm 3 muaj bashk, nuk funksionoi martesa dhe unë u distancova, u ndam pas 3 muajsh. Gjatë kësaj kohe që ti ke bashkëtuar e dashur Lira me partnerin tënd, ai e kishte familjen, e ke diskutuar edhe me familjen e tij se këto sjellje nuk janë normale që ai ka shfaqur. Pavarësisht se sot ti ke një tjetër konkluzion të asaj gjëje, po mua më duket që ai duket pasur një problem psikologjik. Po, ta shpjegoj pak në vazhdimsi. Domethënë në atë kohë nuk e kuptoja çfarë ishte. Thjesht një sjellje jo normale për një familje normale, për njerëz normal. U ndam pas 3 muajsh, ndetëm një vit të ndarë larg njëri tjetrit. Ndonjëherë vinte dhe më bezdiste me punën. Arsyeja meqense më bezdiste me punën, mu desh të largohesh afare nga vendi, nga Gjermania, dhe gjeta punë tjetër në Shqipëri. U riktheve në Shqipëri? Riktheva në Shqipëri që mos ta kisha prezencën e tij. Më luti 1 vit e gjysmë, 2 vjet, më luste për ditë, ktheu se do vazhdojmë familjen, do bëjmë fëmijë. Edhe pse u divorcuam në atë periudhë kohe. Po. Vazhdonte më luste. Dhe unë u ktheva për të marrë themi ndoshta përgjigjet atyre pyetjeve që më lindën që pse nuk funksionoi martesa. Dhe sa duhet vazhdojmë familjen, duhet vazhdojmë gjërat që t'i riparojmë e t'i rregullojmë. Me që isha e re në atë kohë, riparimi ishte që, domethënë, gabimi im ishte që i dhash një shans të dytë, duke menduar që personi ka qenë vërtet i dedikuar përderisa u martuam, ka qenë vërtet i dedikuar me dëshirën që do donte vërtet familjen. Po. Dhe në kuadrin e kësaj gjëje, i bie që ai e luajti shumë bukur rolin për të më edhe bëm një fëmijë. Fëmia është fëmia të cilën sot e merr me vendim gjykate, duke bërë një proces rreth 4 vitesh të stërzjatur dhe me të vetmen arsye për t'ja marrë nënës. E dashur Lira, në momentin që ti u riktheve tek partneri jot gjerman, ai tu lut, edhe pse kishte ndodhur divorci, ti ja dhe këtë mundësi, u riktheve, mbete shtatzën, solle një jetë djalin. Por si vazhdoi ajo jetesa dhe sa qëndruat ju bashk, sepse ti më tregove që ai nuk më lejonte të jepte argji as djalit. Kjo është më pas atë vurare, më pas në muajt e më vonshëm të shtatzanis, nuk kisha asnjë lloj mbështetje që normalisht duhet ta kisha nga partneri. Nuk më linte pastaj as të nisesha të kërkoja mbështetje diku tjetër. Mbështetje praktike që ka lidhje me një grua shtatzan që ka nevoja mbështetje emocionale etj. Dhe por çfarë thoshte ai? Lira, çfarë thoshte ai? Si justifikohesh ai momentin që thoshte mos i jep gjithë? Ka bërë presion Odeta, ka bërë presione psikologjike nga gjithkohës. Ndaj ju. Ka bërë domethënë bëje këtë, më jep atësinë që në shtatzani, presione të një kategorie që nëse nuk bën kështu, do vazhdoj më tej, do të bëj këtë. Po ti atësinë do t'ja jepje, ti nuk ja ke mohuar ndonjëherë besoj atësinë. As nuk diskutohet ajo, po i kërkonte gjërat përpara kohë, që në shtatzani, dhe kur është një grua sensitive emocionalisht për shtatzanisë, domethënë ishte e pamundur që mos të bëra rezistencë, por jo në atë pikë, domethënë jo në atë pikë që mund të bëjë një grua e shëndetshme dhe jo shtatzan.
Rikthimi i dytë sa qëndruat bashkë? Vetëm periudhën e shtatzanisë dhe 3 muaj dhe pastaj u ndam. Dhe 3 muaj që të shpjegova për çështjen e qumshit, 3 muaj. Në muajin e 3 muaj e gjysmë, domethënë, pastaj u ndam. Vendose ti të largoheshe me djalin? Po, sepse sjelljet nuk ishin më korrekte dhe siç të shpjegova, në shtatzani nuk kishte asnjë mbështetje dhe gjatë periudhës qumshit më shmar fëmia nga duart dhe nga gjoksi, vetëm për të çuar tek familja e tij, që ishte pa lidhje kur ndërkohë fëmia po ushqehej me qumshin e nënës. Por familjarët e tij si janë sjellur ndaj jush dashulira? Flas nëna, babai, çfarë ka pasur? Në parim, themi janë sjellur të kanë dashur? Kemi pasur vetëm vizita, themi, korrekte, por asgjë më shumë, asgjë më pak. Dhe në momentet caktuara më është dhënë një letër, si një letër me një shkrim për treguar që ne të duam, domethënë, familjarët e tij, por që ndikimi ndaj këtij ka qenë jo i mjaftueshëm për të bërë ky një sjellje korrekte. Në momentin që ti u ndave, Lira, 3 muaj gjys sa kishe lindur djalin, more djalin dhe ike, si vazhdoi jeta jote? Në ato muaj, themi, personit i vdiq babai sepse kishte marrë vesh për nënën që ishte me kancer, maman që ishte me kancer, dhe babai vari veten. 2 muaj përpara, themi, kësaj ikje. Kjo ndodhi në shtator e ikja ime ishte në nëntor. Më vonë ikën dhe nëna në shkurt dhe personi shkruhet i sëmur dhe shkruan një letër që nuk kam në kuptim jeta, dua ta mbyll dhe unë i kam ato letra. Fëmijën dhe maman e fëmijës dua t'i lë rahat dhe mos t'i ngarkoj, sepse me këtë mënyrë ngarkese që unë jam tani, dhe dua t'i lë të qetë, dhe nga ana tjetër dua t'ja heq vetes, sepse nuk më ka më kuptim jeta për arsye çfarë më ndodhi. Kjo letër, themi, e mori gjykata, e pa dhe nuk e mori parasysh këtë letër. Ai ka qenë shumë i ngarkuar nga ana emocionale, psiqike në atë momente që ka shkruar atë letër. Po. Me sebepin e kësaj historie që të shpjegova prej 2 prindërve. Po. Nënën e humbi nga kanceri, tjatin, siç e përmendëm. Dhe çështja është që ndërkohë shkruan edhe fëmijën edhe këtë dua t'i lë rahat, mund të jetojnë në çdo vend që duan. Po. Në Gjermani, në Itali, ku të duan. Dhe dua që t'i lë të qetë. Pavarësisht kësaj letre, në 3 vite nuk kemi qenë të qetë dhe filloi dhe procesi i gjyqit, sepse përmendi që dua të marr fëmijën. Nga momenti i ndarjes jemi ndarë në apartamente të ndryshëm, në të njëjtën godinë për një periudhë, vetëm për arsyen që ta shikonte fëmijën, të kishte mundësi ta shikonte fëmijën, por me dëshirën e tij nuk kërkoi prezencë me fëmijën dhe mbyllej në një dhomë duke lozur kompjuter për 3 vite. Ndërkohë, kërkoi që të marrë fëmijën dhe filloi procesi i gjyqit. Unë u transferova bashkë me fëmijën në qytet tjetër. Përpara se të ndalemi te procesi i gjyqit, që është më e rëndësishmja, gjatë kësaj kohe që ti ishe ndarë dhe ati ti ndodhën këto fatkeqësira që humbi nga kjo jetë prindrit, ai të kontaktonte ndonjëherë ty si babai i fëmijës? 3 muaj, 6 muajt e para, po. Në 6 muajshin e parë, po, vinte ta shikonte djalin, po jo për të parë djalin, më shumë se sa për të provokuar. Me fjalë. Në ç'lloj lloj kuptimi, domethënë të provokonte, pse e bënte këtë gjë? Sepse kërkonte të nxiste një sherr të mundshëm, të cilin un kam natyrën që duroj normalisht, mundohem të mos replikoj edhe mundohem mos ta marr në konsiderat, themi fjalët e dikujt cilat duke parë një histori që nuk shkoi, normalisht mundohem mos t'i marr në konsiderat më fjalët e askujt. Kur nuk shkon më historia, kur nuk kemi më lidhje. Dhe ai ka kërkuar të provokoj me fjalë,
vetëm për ta nxjerrë muhabetin këtu ku fiks ku ka dalë, në mënyrë që më jep fëmijën e dua unë ta marr fëmijën, do ta marr unë fëmijën. Unë kam domethënë që nga lindja e mbaj unë djalin. Neve 3 muajt e parë, 3 muaj e gjysmë, unë dam. Dhe pastaj ke mbajtur djalin. Lira, sa vjeç është djali sot? Tani bën 5 vjeç. Bën 5 vjeç. Ndërkohë nesër. Ka ditëlindjen. Edhe 100 u bë djali. Shumë faleminderit Odet. Faleminderit shumë. Sa kohë ke që ta kanë marrë djalin që nuk është më me ty? Tani para 2 javësh, domethënë tani në shkruaj në 1 qershor, domethënë tani në qershor bëhet fjalë. Përpara 2 javëve, ty ta kanë marrë djalin që është shkëputur nga djali. Vendimi i gjykatës doli në 23/5, vendimi i gjykatës, dhe unë e kam mbajtur deri në 31/5 fëmijën, deri në datë 2 qershor e kam mbajtur unë, sepse ishim dakordsuar me njëri tjetrin, dhe tani e mori ai. Që do të thotë, nga momenti që ti e solle në jetë djalin dhe deri në datat e para qershorit që ta morën, e ke mbajtur ti 5 vjet. 5 vjet e kam mbajtur e vetme unë, personi u shkruajt. Në këto 5 vite, babai ka kontribuar në rritjen e djalit? Babai 3 vitet e para u shkruajti sëmur dhe kishte pak ose as pak prezencë tek fëmia në 3 vitet e para. Në 2 vitet e ardhshme, nga që filloi procesi gjyqësor, u bë aktiv vetëm në proces me njerëzit, në mënyrë që të shkruante historinë që donte ai. U bë aktiv me ekspertën që vun, u bë aktiv me palët e tjera që ishin pjesëmarrëse në mënyrë që të shkruante një histori siç donte ai, me trillimet e tij, me fantazinë e tij, në mënyrë që të merrej fëmia. Dhe mund të ma thuash kush ishte historia që ai paraqiti, kush ishte versioni që ai paraqiti para gjykatës nëpërmjet avokates së tij që mori fëmijën nënës? Është pak e çuditshme që ti 5 vite e ke mbajtur, ai ka dalë me probleme, ka dalë i sëmur dhe gjykata një ditë të bukur vendos që një fëmijë 5 vjeç që ka nevojë për nënën, t'ja marri nënës dhe t'ja japi babait? Domethënë, kush ishte versioni i tij që i dha gjykatës? U bë vetëm një themi eksperte, bëri ekspertizën e saj, supozoj ekspertizë, bëri vetëm takime, ditën e parë më priti shumë mirë dhe ditët e tjera më tha mos ki merak, do shkoj gjithçka shumë mirë. Dhe nga ana tjetër vendosi për babain me arsyen, edhe pse nëna pa kontinuitetin, lidhjen dhe parimi i kontinuitetit i lidhjes dhe i stabilitetit është tek nëna, sepse nuk kishte e mohueshme dot, se ishin 5 vjet. Normal. Babai mund ta krijoj tani. Dhe me fjalën mund, gjykata vendosi t'ja marrë nënës dhe me një raport të shkruar nga babai, që ishte një raport 300 faqe, ku nëna ka shkruar 3 rreshta, që nuk e shan babain as një sekond, dhe nuk thot asgjë mbi gjërat që kanë ndodhur. Dhe babai shkruan 300 faqe se si të prishi reputacionin e nënës, se si të prishi emrin dhe figurën e saj si nën, pavarësisht që nëna ka qenë tërë jetën e saj sportiste, asnjëherë alkolizuar, asnjëherë cigare dhe asnjëherë themi janë gjëra, domethënë qesharake të tjera, dhe përveç se ka mbaruar doktoratura, mastera dhe më është dashur të punoj, domethënë gjërat e tjera janë thjesht qesharake. Dhe një nga arsyet themi që është e palejueshme një gjë e tillë është sepse Gjermania mban një plot emigrant të niveleve nga më të ndryshme, dhe është për të ardhur keq që preket një nivel që nuk ka lidhje me histori, ku unë nuk e gjej fare veten në një histori të trilluar nga fantazi të kompjuterit, të personit që ka 3 vite që luan kompjuter, dhe të kohës që ka pasur në dispozicion, sepse nuk ka pasur fëmijën duke e mbajtur, ka qenë nëna duke e mbajtur fëmijën, dhe ka pasur kohë në dispozicion të shkruaj. Në lojën e këtij personi kanë rënë palët e treta, domethënë kjo bëhet fjalë që ky person ka bërë lojën e tij, ka momentet e tij të dobësisë, thjesht dobësi, dhe dobësinë e këtij personi është ka shfrytzuar themi hapësirën kohore që ka pasur për të bërë një përrallë, e cila nuk ka lidhje me personin.
Pra, ti po më tregon që ai të ka akuzuar, që ke qenë një nënë e papërgjeshme, e alkoolizuar. Jo. Asgjë nga këto, sepse nuk ekzistojnë, por Jo, çfarë ka shkruar ai? Për çfarë të ka akuzuar ai që ti hiqe ty kujdestaria dhe ta marrë ai kujdestarin? Babai çfarë ka shkruar? Ka shkruar budallëqe, e lë me xhup, e lë pa xhup. Domethënë gjëra shumë banale, pa lidhje, që nuk ekzistojnë, po dhe kur i dëgjon, nuk janë arsye për gjykatën. Po pra, si ka mundësi që gjykata ka marrë parasysh të gjitha këto dhe të ka hequr ty sot kujdestarin? Gjykata, ato që shkruan gjykata ka marrë vetëm 3 parasysh, principin e kontinuitetit, stabilitetit dhe lidhjes me nën, fëmijë, dhe arsyeja që babai mund ta krijojë dhe fjala mund ka marrë parasysh gjykata. Kjo është i vetmi fjalë në vendim. Në vendim është shkruar vetëm kjo gjë. Me që babai mund ta krijojë dhe ky është dhe mendimi i ekspertes, kur ekspertja dhe vetë gjykatësia kanë rënë në lojën e babait, i cili ka 3 vjet që merr leje me pushime verore dimrore dhe dy herë ka qenë në klinik. Por ju gjykata nga 5 javë. Gjykata çfarë për ju? Dhe gjykata nuk mori parasysh as letrat edhe as dokumentat e mia dhe as provat, të cilat reflektonin që fëmia nuk është mbajtur asnjëherë larg babait me dëshirën time, nuk është marrë ndonjëherë, është marrë me pushime, por nuk është marrë për t'u larguar babait, sepse babai erdhi me pushime gjithashtu. E dashur Lira, por gjykata të hoqi ty kujdestarin dhe dha babait. Për ty çfarë vendosi gjykata? Shumë e bukur pyetja. Gjykata vendosi vetëm në rast se babai do doj ta shikojë nëna, atëherë mund ta lejoj babai këtë gjë, ose nëna duhet hapi gjyq për takimet me babain. Babai kishte takimet me fëmijën 4 ditë në 2 javë, që është goxha e konsiderueshme se pasi baballarët e tjerë themi kanë një fundjavë, dhe prapë ishte i pakënaqur, siç ka qenë gjithmonë. Dhe gjykata mori një vendim shumë absurd, abstrakt dhe të pakuptimshëm për interesin e fëmijës, duke menduar për interesin e fëmijës që gjithçka tjetër që nga interesi i fëmijës, por jo nëna vet. Kur ndërkohë fëmia është rritur vetëm nga nëna vet. E dashur Lira, është shumë e rëndë që gjykata nuk ka vendosur asnjë lloj takimi për ju, por e ka lënë në dëshirën e babait. Nëse babai do, ti mund ta takosh. Nëse babai nuk do, ti nuk e takon fare. Po çfarë, të është hequr e drejta prindërore? Nuk e përmend të fjali, por vetëm në rast se ti do shkosh në gjykatë edhe një herë që të bësh kërkesën për kontaktet me fëmijën, atëherë mund të marrësh kontakt me fëmijën, që i thon një herë 2 javë të bësh ti rolin e babait dhe babai të bëjë rolin e mamas, në rol gruaje. Mua më duket pak absurde Lira që një gjykatë. Është shumë absurde, kuptohet që këtu janë luajtur gjërat nën tavolinë, është absurde, s'diskutohet. Këtu nuk janë gjërat të transparente, sepse dhe vendimi është marrë mbi baza shumë banale, pa argumenta normal. Do me thënë të pa racional dhe pa logjik. Po në këto 2 javë që djali është larguar nga ty, ke mundur ta ka lejuar babai të flasësh, të kontaktosh? Babai shkruajti një letër me atë avokatën e tij, po, dhe lë një ide që mund ta takosh një herë në 2 javë në fundjavë. Është ideja e babait. Do me thënë nga ajo vendimi i gjykatës se doli, më pas babai hodhi këtë ide. Por ç'është kjo hakmarrje e dashur Lira nga partneri jot? Të duket sikur diçka ka ndodhur mes ju të dyve, që ai po hakmerr në lloj forme sa po të ndan nga djali. Kjo është thelbi i gjithë bisedës, kjo është thelbi i gjithçkaje. Është e vërtetë që themi, ai person nuk kam qenë as e para as e fundit, dhe është marrë vesh me ato persona që ka dashur të merret vesh, që dikë e ka mbajtur, ka pasur një shoqe 4 muaj, e ka mbajtur dhe janë lënë rahat me njëri tjetrin. Ka pas dikë më shumë më pak, janë lënë rahat. Kuptoj. Dhe nuk e di pse themi bëri këtë lloj zgjedhje në mendjen e tij, sepse varet çfarë flet mendja. Mbi të gjitha nuk i kam dhënë ndonjë arsye për
për të patur një hakmarrje, se nuk kam hapur ndonjëherë debate për hakmarrje ose nuk i kam marrë ndonjë gjë dhe nuk i kam rënë në qafë, përkundrazi më shërën në qafë. Duhet të isha më egrë akoma. duhet të tregoj edhe unë kthetrat e mia gjithë kohës në mënyrë që të vlerësoj dikush. Se kur i bëke mirë dhe kur i bëke dhurat mjaltin e mjaltit, nuk qënë ka vlerësues edhe dashamirës, as edhe asnjëri i kënaqur. Edhe këtë pjesën që nuk ka qenë asnjëri i kënaqur është vëre gjithë kohës. Domethënë, çfarëdo që mund t'i japësh nuk kënaqet kurrë. Ke mundur do të flasësh me ish partnerin për t'i thënë pse po ma bën të gjithën këtë? U mundova një herë ta flas pse e bën, edhe e bën nga vetja jote apo i shtyr nga dikush tjetër, pasi mendoj që është një pikë relativisht për të konsumuar, për ta ditur, dhe normalisht ai shfaq veten, nxjerr veten që unë po e bëj këtë gjë. Për çfarë arsyesh po e bën këtë gjë, patjetër që punët e tia dhe nuk më interesojnë. Jo, ai është babai, padyshim, ai është babai dhe do që të jeti i pranishëm në jetën e djalit të tij, po një djalë 5 vjeçar që t'i hiqet nënës dhe t'i jepet babait, mua më duket pak e habitshme. Po, dhe është akoma më habitshme kur në 3 vitet e para të jetës, me dëshirën dhe me zgjedhjen e tij, ka vendosur që mos të ishte në praninë të fëmijës, mos ta takonte, mos të kalonte kohë, mos ta merrte në krah, mos të kalonte një kohë të bukur me fëmijën, dhe nuk janë pak 3 vite, mund të jenë 3 ditë edhe 3 javë, po 3 vite janë goxha ndryshim. Dhe atë që po bënte në prova teknike, atë donte ta realizonte në realitet, siç e shikojmë në vendim. Janë biseduar jo në praninë time. Një herë më rastisi avokatja e tij ka shkuar tek ekspertja një orë përpara se të shkoja unë atje. Unë thjesht u paraqita pak më herët dhe e rastisa, që tregon që ajo ka influencuar avokatja, domethënë kanë biseduar avokatja e tij me ekspertën, dhe mbështetja e pjesës së avokatit tim ka qenë e realizuar shumë e mirë në letra, në praktik është realizuar për të realizuar planin në vazhdim. Pra ju keni dyshimet e tua, e kuptoj qartë. Ndërkohë, gjykata nuk mori parasysh shëndetin e babait, si është shëndeti mendor i babait sot? Se nga gjithë kjo që ti më tregove Lira, ai ka pasur shumë luhatje. Gjykata, avokati im e ka prezantuar dhe gjykata e di, domethënë gjykatësia e dinte që ai mori 3 vite leje dhe 2 herë ka qenë në klinik. Megjithatë ranë në lojën e tij arsyet e tyre dhe themi kanë qenë në dijeni për situatën dhe din çdo detaj. Din edhe shumë mirë që unë kam qenë 5 vite e vetme për fëmijën. Por sot si është shëndeti babait? Sepse është shumë e rëndësishme që ai të jetë mirë me shëndet, që fëmia jote mos rrezikojë. Normalisht janë 2 gjëra Odeta, që babai mund të ketë një problem të vetin, siç kishte jati vet, që mund të duket shumë bukur në fasad dhe një ditë të bukur, domethënë kanë këto ndjesi që i jati vet i ndodhi. E kuptoj, prandaj po të pyes nga historiku që po më tregon. Po, dhe historiku dhe 2 pika kryesore ndoshta për tu cituar janë që ai ka punuar sociale dhe nga puna e tij në qytetin ku ka punuar, në njërin nga qytetet, është hequr për rigiditet dhe mos fleksibilitet, që tregon në të njëjtën gjë ka treguar dhe rigiditet ndaj meje, ndaj nënës fëmijës, për të mos e lejuar themi nënën e fëmijës apo prindin tjetër të nxjerrë fëmijën nga shteti që të taçojë me pushime. Ndërkohë është edhe shtetas shqiptar dhe ka familjar nga të 2 shtetet që supozohet duhet të takoj familjen fëmija dhe të zhvillohet fëmija. Dhe fëmija ka ngelur i cunguar në këtë drejtimin
familjes, sepse nuk e ka lejuar në 4 vite të procesit, nuk e ka lejuar të vizitoj familjarët të afërmit dhe vendin e tij që është prap një vend i dytë. Dhe normalisht fëmia ka qëndrimin këtu, por nuk është normale që ti izolon një fëmijë 4 vjeç, 3 vjeç. Nuk është normale. Lira, si ka qenë ndarja me djalin? Do të thënë ai ka qenë i afruar me babain e tij, momenti që ja dorëzove? Besoj ka qenë një ditë që e ke përjetuar, një dhimbje e madhe kur e ke dorëzuar djalin. Siç e përmenda, në 3 vitet e para ishte absent, nuk ishte i pranishëm. Më pas vitin e 4 gjykata e lejoi që ta takonte djalin 2 herë në javë nga 4 orë. Dhe në vitin e fundit i dha 1 herë në 2 javë 4 ditë gjykata. Dhe në këto 4 ditë themi fëmia u afrua, se fëmijët normalisht i duan të gjithë. Dhe e kanë si lojë. Në momentin e ndarjes me fëmijën, mu desh ta takoja fëmijën në kopësht dhe e përqafova e pusa dhe fëmia filloi qau, pa i thënë asgjë, thjesht e ndjeu, unë jam natyrë që nuk qaj, mundohem domethënë të mos shpreh emocionet, sepse është lloji i ambientit dhe fëmia qau deri në momentin që e mori ai deri në makinë. Dua të rri me mamin dhe 2-3 javët e fundit përpara ndarjes, tërkohës dua të rri me mamin. E thoya të çoj te papi, të çoj në kopësht, dua të rri me mamin. Kam dhe video për këtë, që dua të rri me mamin, dhe fëmia është tërkohës dua të rri me mamin, sepse i mungon nëna. Prindrit e të jasit i kanë lënë. Ai ndoshta mund të jetë nga ana financiare, por a është ai në gjendje të arrisi një fëmijë të edukojë nga ana shpirtërore, emocionale? Kjo është shumë e rëndësishme për një fëmijë. Pikërisht kjo është, do me thënë, ata do kanë parë anën financiare dhe jo anën emocionale dhe as shpirtërore, nuk e kanë parë fare. Nuk është konsideruar, nuk është cituar, është cituar vetëm fjala që fëmia nuk ka asnjë traumë në rast se shkon tek babai, po faktikisht në atë kohë nuk ishte shkuar akoma. Dhe pikërisht trauma është ndryshim, sepse ndryshon gjithçka. Dhe sa më gjatë lihet është më e vështirë. Ajo nevojë që për ndihmë që kisha ishte normalisht të bëhet një ankimim, i cili ka një afat deri të premten. Nevojitet një avokat shumë i mirë që duhet luftonte sikur po luftonte për fëmijët e vet. Dhe në një farë mënyrë të bindet gjykata e lartë, e cila nuk ka shumë lidhje me personat që marrin pjesë në gjykatën e poshtme. E qartë. Në mënyrë që të flitet mbi temi të drejtat nën fëmijë, të drejtat e fëmijës në lidhje me këtë stabilitet që ka pasur 5 vjet dhe nuk mund të merret brenda një sekundi. Babai patjetër që kontaktin me fëmijën do e ketë, nuk ja mohon njëri siç e ka pasur. Por të kthehet fëmijë. Tani do nisësh betejën me drejtsinë gjermane për të hedhur poshtë vendimin e gjykatës të shkallës së parë për të vazhduar në shkallën e dytë. Po, patjetër që ne kemi besim tek gjykatat, por ka dhe njerëz të cilët bien në grackën dhe në lojën e dikujt për interesat personal. Unë e di që të mungon djali dhe këto 2 javë kanë qenë 2 javët më të vështira për ty. E vlerësoj shumë. Normalisht nuk është e mirë as për fëmijën, për askënd. Dhe unë do doja që të nxjerrim një konkluzion në interes të gjitha palëve, se unë nuk jam këtu për të goditur babain, por duhet jetë një konkluzion dhe një zgjidhje në interes të gjitha palëve që ka lidhje me të mirën e fëmijës në rast parë, dhe nuk mund të bëjmë gjërat sekondare apo të treta dhe të katërta t'i bëjmë si primare. Nuk mund t'i ndryshojmë radhën dhe as pozicionin e tyre, sepse kanë role dhe funksione të ndryshme. Është vetëm për të ruajtur mbarvajtjen e fëmijës dhe si nën më nevojitet të themi e drejta dhe detyrimi im për të mbrojtur këtë fëmijë. Unë uroj me zemër e dashurira, ta uroj me zemër që e vlerësoj shumë. Nuk do doja të kishte pasoja më të rënda në vazhdimsi. Unë dua që ti ta rifitosh djalin, ta rikthesh sërish pranë xhirit tënd, por nëse e humb betejën ligjore aty, zgjidhja kush është? Të gjesh paqe me babain që ai ta lejoj sa më shumë djalin, pastaj bie e ka ai në dorë gjithçka derisa djali mbushi 18 vjeç. Sa ti t'ja ka lënë gjykata dhe të drejtën e takimit me ty.
Po, me sa e shohim në përmbylljen e fundit ashtu duket, por normalisht babait asnjëri nuk I kishte hapur, nuk I kishte shpallur luftë babait dhe as kujt tjetër. Është e çuditshme që këtu ka nivele të ndryshme edhe nga komësit nga më ku sta merr mendja nga gjithë bota. E kuptoj. Dhe njerëzit, ashtu si dhe vetë gjermanët, kanë gjetur gjuhën e një marrëveshjeje me personin dhe ka dakordsim kur ka pas lidhje me fëmijën, mbi të gjitha vetëm për të zgjidhur gjërat me njëri tjetrin. Kjo do ishte më e mira. Fakti që personi shfrytëzon fuqinë e tij, sa çdo lloj fuqie mund të ketë, ai e di më mirë veten, për të bërë një gjë të tillë ndaj një personi me cilin nuk ka pikën e lidhjes, është për të ardhur keq, sepse nuk na lidh asgjë, as ka për të na lidhur ndonjëherë në gjë me njëri tjetrin. Aq më tepër me këtë rast. Por është për të ardhur keq që shfrytëzohet diçka që shumë mirë mund të ishte evituar dhe mendoj që ka një pakorrektësi në vlerësim. Dhe në bazë të këtij lloji inventari bëj një ide për të krijuar një histori e cila mua nuk më intereson fare, sepse nuk bëj pjesë në këtë histori, por kam gatruar person. Dhe unë po mundohem t'ja sqaroj edhe t'ja kthjelloj këtë pjesë, që nuk jam person I dur për as personi I cili I vlej për një prall të tyre. Dhe mbi të gjitha mua më vjen keq për faktin që ato që humbin është edhe vetë ai. Dhe është për të ardhur keq sepse humbja do jetë pastaj për të gjithë, nuk do jetë vetëm njëri. E dashulira është shumë bukur, e dashulira. Kjo që bëhet ndaj meje është humbje patjetër për fëmijën, po automatikisht I kalon humbja e tij. Dhe unë do doja që të gjitha palët kishin një fitore për të mirën e përbashkët dhe mbi të gjitha patjetër për interesin e fëmijës. Dhe prandaj jam më tepër për një zgjidhje sesa për një zgjidhje të përbashkët që ka lidhje me fëmijën. Të mbrohen të gjitha palët, sesa për një e mora ta mora, sepse mendoj që fëmia është thjesht I përdorur këtu, sepse po të kishte interes vërtet për fëmijën, do ishte kujdesur që nga dita e parë edhe 3 vite. Dhe 3 vite nuk lihet fëmia pas dore dhe kujtohesh mbas 3 vitesh, mbas 4 vitesh. E dashulira, ti jeton e vetme sot? Patjetër që unë kam familjar, kam të afërt, kam shoqëri, kam shumë njerëz, nuk diskutohet, por themi familja ime patjetër që ishte fëmia im. Familja ime e ngushtë mund ta quash, por patjetër që kam plot njerëz nga të gjitha anët, nga të gjitha drejtimet. Jam një vajzë e shkolluar dhe jam një person I cili shumë social, me një eksperiencë background shumë të larmishëm në këtë dynja, të cilën është një nga arsyet themi që është për të ardhur keq të shuar diçka që mund t'ishte me vlerë, E dashulira, unë e kuptoj dhimbjen që ti përjeton, por e shikoj që je një grua shumë e fortë. Ti ke hyrë në këtë live me Odetën sepse kërkon ndihmë. Dhe realisht dua ta mbyll me një mesazh dhe për të dëgjuar atë që ndihmën që ti kërkon. Më nevojitet Odeta një avokat I cili do të luftonte si për fëmijën e tij dhe normalisht më duhet të luftoj fort dhe të ketë një ndërhyrje për mbrojtjen e fëmijës dhe t'i kthehet tek nëna fëmia në gjykatën e lartë në Gjermani. Normalisht po ndërhyret ambasada shqiptare apo konsullata shqiptare do të ishte perfekte për faktin sepse ata kanë të drejtë të bëjnë mbrojtjen e qytetarit shqiptar, në këtë rast fëmia dhe nëna janë të dy qytetarë shqiptar. Dhe kjo nuk do të thot as pak që po cënohet babai do t'i ketë ditët e veta, do ketë thjesht gjërat duhen kthyer në mënyrë normalitetit siç ka qenë, dhe minimumi I asaj që njeriu mund të negociojë dhe të pranojë do të ishte minimumi 50/50, që do të thotë një javë njëri, një javë tjetri, për të qenë korrekt në rast se personi, por nuk bëhet fjalë për fëmijë këtu, sepse fëmia është vetëm I përdorur. Dhe kjo është për të ardhur keq, dhe unë si nën kam merakun e fëmijës dhe kam mendime mbi fëmijën tim. Kjo është e vetmja arsye. Dhe prandaj nuk e lejoj dot këtë situatë në këtë formë.
Gjithsesi, ne do bëhemi të dyja bashkë në kontakt për gjithçka. Faleminderit shumë Odeta. Unë shpresoj të ketë një zgjidhje, sepse e kuptoj që është e vështirë për të gjitha palët, por duhet dëshira, sepse në këtë botë nuk ka më shumë se dëshira apo ego, nuk ka gjëra tjera. Kështu që dëshira është kur ta ketë gjithë secili tek fëmia vet, do e bënte për fëmin e vet, edhe vetëm në atë rast kuptohet. Çështja është tani që nuk mund të plotësojmë as egon e dikujt që apo të tjerëve të cilët nuk kanë pjesëmarrje në një bëhet fjalë për fëmin tënd në këtë rast, domethënë nuk mund të plotësoj dëshira dikujt tjetër që nuk ka lidhje, vetëm kaq. Odeta, të falenderoj shumë. Falenderoj, të përshëndese dashur. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live të dashur miq. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video dhe uroj dhe shpresoj dhe lutemi që zonja Lira Osmani sa më shpejt të takoj të birin e saj, ka 2 javë që shkëputur është darë nga ai, të vazhdoj betejën ligjore dhe të fitoj të drejtën e kujdestarisë. Është e dhimbshme një nën të ndahet me djalin dhe ai mbi gjitha 5 vjeç që sa shumë nevojë ka për erën, për dashurinë e saj. Nëse ju keni një histori për denoncuar, ndiheni në kushtet e Lira Osmanit, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698. Ndërsa këtu poshtë videos ju mund të jepni komentin për shtypjen tuaj për historinë që dëgjua ditën e sotme, vetëm ju lutem, kam një kërkesë për të gjithë ju që hyni në kanalin tim dhe i dëgjoni këtë video dhe lini komente, të jeni të kujdesshëm me komentet. Unë nuk dua që asnjë lloj personazhi që hyn në live me Odetën të lëndohet nga komentet që ju shkruani. Donjëherë detyrohem që t'i bllokoj të gjitha komentet, sepse edhe unë ndihem keq kur lexoj se si një pjesë e mirë e shqiptarëve, motra apo vëllezër që e ndjekin atë video, ka një gjuhë urrëtie ndaj këtyre zonjave apo edhe zotrinve që hynë në këtë dritare me mua. Mirë dashur miq, unë ju falenderoj që më ndiqni, më mbështesni, mos harroni të klikoni këtu lart tek fotoja ime për t'u abonuar dhe të bëni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku me ju ndaj çdo ditë histori njerëzore, histori që vijnë nga treva të ndryshme të Shqipërisë, histori që vijnë nga shqiptar edhe nga emigracioni. Faleminderit.